unë jam pjesë e rugbyt prej viti 2015. Atëherë s'ka qenë as ide, as qëllim më bo kombëtare ose federata, po kemi vazhdu qef, u shtru, të lujtë mirë vullnetare. Ishte ideja e Roari Connell, ish ambasadorit anglez, bashkë me disa tjerë që tash falni nëse s'ja përmeni dikujt emrin, ka qenë Denis Dautaj, Veli Hoti, e disa tjerë, Mark Barrett, Kevin, që kanë fillu iniciativin për me bo federatën e rugbyt Kosovës. Fillimet kanë qenë 2018, në fund viti 2018, ku është bë aplikimi për federatë rugbyt, është pranu nga Komiteti Olimpik i Kosovës, edhe pastaj kemi fillu në procesin e aplikimit në Rugby Europe dhe World Rugby, siç njihet në futboll UEFA ose FIFA. 2022 kemi marrë pëlqimin, në fakt 2021, falni, kemi marrë pëlqimin nga Rugby Europe, dhe jemi antar. Për të antarësua atje. Po, jemi antar, edhe pastaj në vitin 2022 vetë se kemi fillu me lërat e para si kombëtare e Kosovës.